Problemet me mbeturinat inerte janë të vazhdueshme në komunitet. Qytetarët të pakujdesshëm i lënë ato vende pa vend, duke krijuar një imazh as pak të mirë në ruajtjen e hapësirave publike, duke harruar se secili prej tyre duhet të jetë përgjegjës në aspektin ligjor dhe moral në këtë veprim. Ndonse mbeturina inerte mund të gjesh në pjesë të ndryshme të qytetit, hiç më mirë nuk qëndrojnë edhe zonat rurale. Madje një banor i fshatit Lipovec ka theksuar se një nga problemet më të mëdha në komunën e Gjakovës mbeten mbeturinat inerte. Sipas tij, çdo objekt që rrëzohet krijon sasi të mëdha mbeturinash ndërtimore. Problem që janë këtë zonë në komunë Gjakovës, unë mendoj që problemi i rëndësishëm është edhe mungesa që është riciklimit ose të mbetjeve inerte. Domthonë kështu sot nëse rrëzon një objekt ose mjetet e ngurtha nuk i duhesh janë dot ambienti, prona publike, pyje domthonë jo për krejt fajin e banorëve se arsyeja nuk ka ku t'i qenë. Domthonë nuk ka që bëhet një riciklim ose diçka, kjo mungesë është në komplet komunën. Nga kjo situatë po dëmtohen edhe lumenjtë sepse mbetjet përfundojnë edhe në përshtetër të tyre, tha Berisha. Unë e shoh si shumë problem këtë gjë, është të ndotja, të lumej, të gjithë nga këto, është mungesë si s'ka ku të hudhen ato ose të proponohen. I shqetësuar për imazhin e keq që mund të marrin hapësirat publike nga mbeturinat inerte, Berisha tha se nëse nuk rritet vetdia kolektive por edhe institucionale, situata mund të bëhet edhe më keq. Kërkesa kishin me sa pisho asnjë kuvendit komunal ose prej qeverisë ose prej këtyre kandidatëve nuk e shoh si premtim ose një përkezje, unë e shoh si shumë problem. Kjo është shumë problem i madh se nuk mundesh ta majsh ambientin e pasur nëse nuk i ku i riciklon këto. Kjo është si gjë negative që i shoh unë për ndotjen e lumejve gjithë nuk pastrohen pa u bë kjo, unë kështu e shoh. Kujtojmë se gjuajtja mbeturinave inerte, por edhe mbeturinave tjera në vende të padestinuara janë të ndëshkuara edhe me ligj.